Babu fi as-sa'ati allati fi yawm al-jum'a. Koha kur pranohet lutja ditën e xumë. Pra ditën e xumë është një orar ose është një kohë që ka shumë mundësi që lutja në të mos të refuzohet. Kur është kjo kohë? Për këtë kohë ka dy transmetime të sakta. Një transmetim thot kur ulet imami mes dy hutbeve, dhe transmetimi tjetër është mas ikindije deri në akşam të ditës së xumë. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhakara yawm al-jum'ah fa qala fihi sa'atun la yuwaffiquha 'abdun muslimun wa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyah wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur po fliste për mirësitë dhe vlerat e ditës së xumë, ndër të tjera tha: dhe në të, pra në ditën e xumë, është një moment, është një kohë që s'ka musliman që i lutet Zotit në të, vetëm se Zoti do t'i japi dhe e bëri me dorë kështu, pa domethënë sigurt se si mungon gjë Allahut. Tani kur është kjo orë, nuk është përmend, mbaroi kapitullin, kaq ishte. Pse s'është përmend? Sepse autori në këtë libër ka vënë një kusht. Çdo hadith që do të transmetohet këtu në këtë libër duhet të jetë i transmetuar në Buhari dhe në Muslim. Në Buhari dhe Muslim është vetëm ky hadithi që plotson kushtet e autorit, në këtë arsye hadithet e tjera janë të sakta, por nuk janë muttafaqun alayh, pra nuk janë në përputhje të dy sahihave, Buhari dhe Muslim, është në transmetime të tjera. Atëherë kjo orë, ose kjo kohë, si më thënë, ose ky moment është koha kur ulet imami mes dy hutbeve, për këtë arsye po ta shohim shoqën për xumë çfarë thonë. Kur qol hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojnë falë Allahut në këtë moment, është koha më e mirë më që. Po kështu hadithi tjetër që thotë mas ikindije deri në akşam. Mas ikindije deri në akşam.